Problemet me pagesat e ndihmës sociale, për të cilat pati reagime të mëdha në publik, ishin disa ditë dhe janë të zakonshme çdo muaj. Këtë e theksoi në intervistën për Radion Europa e Lirë, zëvendës ministri i politikës sociale, Gjoko Velkovski. Ai foli edhe për bëshllëku në fondin e pensioneve, duke thënë se problemi është se numri i pensionistëve është shumë afër atij të punësuarve, ndërsa një pjesë e madhe e qytetarëve nuk duan të punojnë dhe marrin mbrojtje sociale, dhe për këtë arsye është të nevojshme riprogramimi i sistemit. Во системот на социјална заштита денес имаме 32.000 семејства кои што користат гарантирана минимална помош. Тоа значи семејството, нели, каде што имаме баба, дедо, татко, мајка, ќерка, син, кои што најголем дел можеби од тие се и полнолетни и работоспособни, така како граѓани. Така да потенцијал од каде можеме да користиме така работна сила имаме. Сметам дека во овој момент во доволен број. Меѓутоа треба да го репрограмираме буквално системот,